Në Shkup me 28 dhe 29 janar, në Sallën Universale, u mbajtën takimet e 10 janarit të punëtorëve të arsimit të Republikës sonë. Organizatorë të këtyre takimeve janë Këshilli Republikan i Sindikatit Punëtorëve të Arsimit, Shkencës e Kulturës i Maqedonisë, Bashkësia Vetëqeverisëse e Interesit për Arsimin e Mesëm të Orientuar me Bashkësitë Vetëqeverisëse të Interesit të Komunave si dhe Enti Republikan për përparimin e arsimit fillore të mesëm në bashkëpunim me entet gjetëse të komunave. Ditët e janarit, si vjetë u mbajtën në shenjë të jubileut të tyre të vogël, por të pasur me rezultate. Ishte ky një rast që të vlerësohet rëndësia 10 vjeçare e këtyre takimeve në këmbimin e përvojave ndërmjet punëtorëve të arsimit edhe në funksion të përparimit mendimit të përvojave pedagogjike të shkollës së sotme. Si çdo vjet, edhe si vjet takimet u mbajtën në kohën kur në Republikë dhe në vend po nxiren rezultatet e arritura në zhvillimin shoqëror ekonomik të vendit edhe kur merren zotime të reja për t'i planifikuar detyrat që dalin për si vjet. Në këtë drejtim edhe punëtorët e arsimit i presin detyra nga lëmi tyre, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me zgjedhjen e çështjeve në përparimin e mëtejmë të marrëdhënieve socialiste vetëqeverisëse në procesin e arsimimit e të edukimit. Takimet e sivjeme në të cilat morën pjesë për mbi 1000 punëtorë të arsimit u zhvilluan me një program të pasur tematik me karakter pune. Me rastin e hapjes së ditëve të janarit të punëtorëve të arsimit, kryetaria e Këshillit Republikan të Sindikatit të Punëtorëve të Arsimit, të Shkencës e të Kulturës, Budimka Romano, midis tjera shteksoi se secili takim i punëtorëve të arsimit gjatë këtyre 10 vjetëve ka qenë një kthim i përhershëm tek burimet e revolucionit ton e të traditave të tij që i shtroi shoku Tito. Në këtë mënyrë, takimet u rritën një manifestim të organizuar, në të cilat punëtorët e arsimit janë informuar në mënyrë burimore mbi rezultatet e arritura në rritjen e gjithmarrshme shoqërore, politike e materiale të vendit ton, si dhe ecuritë politike në botën e sotme. Në programin e këtyre takimeve, tha ajo, mbi të gjitha kanë dominuar temat që kanë kontribuar për ngritjen marksiste të kuadrit arsimor dhe në ngritjen e ideshmërisë së procesit mësimor. Në këtë kontekst, gjithnjë ka shërbyer si udhërrëfyes e vepra e Titos për arsimimin dhe edukimin e brezit të ri në frymën e bashkëjetesës së kombeve e komsive tona. Në emër të qytetit mikpritës, pjesëmarrësit e takimeve i përshëndeti Vlado Muratovski, kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Kuvendit të Shkupit, i cili ndër të tjerat pjesëmarrësit i informoi shkurt edhe mbi arritjet arsimore të kryeqendrës së Republikës. Shkollimi fillor në Shkup, tha Muratovski, tash realizohet në 158 shkolla fillore, prej të cilave 46 janë të pavarura, 28 janë qendrore dhe 84 janë paralele. Një kapacitet i këtillë ka krijuar mundësinë e përfshirjes së tërësishme të fëmijëve në shkollimin e obliguar. Në këtë vit shkollor janë përfshirë afër 75.000 nxënës me mësim në të 4 gjuhët: maqedonisht, shqip, turqisht dhe serbo-kroatisht, kurse gjithë procesin edukativ arsimor e realizojnë mbi 3.000 arsimtarë. Edhe në mësimin e mesëm të orientuar, tha Mandej Muratovski, punojnë 28 shkolla dhe qendra shkollore, prej të cilave 9 gjimnaze dhe 19 qendra shkollore për profesione e mjeshtëri të ndryshme. Në strukturën e rrjetit shkollor, qendrat shkollore për profesione e mjeshtëri janë përfshirë me 70%, kurse gjimnazet 30%, gjë që tregon se arsimimi mesëm i orientuar në pjesën më të madhe është kthyer kaq nevojat e punës së bashkuar. Si vjet në rrjetin shkollor të arsimimit të mesëm të orientuar janë përfshirë përmbi 30.000 nxënës. Aktivitetet e reja rreth reformës, tha Mandej Muratovski, në arsimimin e mesëm të orientuar e imponuan nevojën për ndryshime në mbashtrimin organizativ të rrjetit shkollor, gjë e cila duhet të mundsojë realizimin e formave të reja të arsimimit të mesëm të orientuar dhe do të kontribuojë për lidhjen e drejtpërsë-drejtë të veprimtarisë arsimore me punën e bashkuar. Në pjesën e parë të takimeve u mbajtën disa tema aktuale me karakter shoqëror, politik dhe arsimor. Kështu kryetari i Komiteti Qendror të Lidhjes së Komunistëve të Maqedonisë, Angel Çemerski, pjesëmarrësve të takimeve, u foli për disa çështje aktuale ideopolitike në vendin tonë dhe për rolin e punëtorëve të arsimit në shoqëri. Duke bërë fjalë mbi arsimin dhe mbi përpjekjet për përparimin e mëtejmë të procesit të transformimit socialist vetëqeverisës të tij, Angel Çemerski theksoi se punëtorët e arsimit kanë përgjegjësi të madhe në procesin edukativ arsimor të brezit të ri, në të cilin duhet mishëruar sa më thellë frymën e afrimit e të bashkëjetesës, në mënyrë që të ngushtohet hapësira e devijimeve të mundshme në formësimin ideor të gjeneratave të reja.
Në vazhdim të referatit, Angel Çemerski vuri në pa faktin se në Republikën tonë janë bërë hapa me rëndësi në zhvillimin dinamik të barabarësisë ndërmjet popullit maqedonas dhe kombësive që jetojnë në këtë republikë. Shpejtimi të këtij procesi i ka kontribuar zgjerimi i kapaciteteve të organizatave edukativo-arsimore në gjuhët e kombësive, aprovimi i plan programeve të reja mësimore, sigurimi i teksteve të nevojshme në gjuhët anëtare e të tjera, si dhe aftësimi profesional e ideor i kuadrit arsimor. Si rezultati i kujdesit të përhershëm ndaj arsimit theksoi Çemerski, përfshirja e fëmijëve të kombësive në arsimin fillor është realizuar 94%, gjë që është gati barabartë me përfshirjen e fëmijëve me mësim në gjuhën maqedonishte. Po ashtu është siguruar në tërësi mësimi i obligueshëm 8 vjeçar në gjuhët e kombësive si dhe në shkollimin e mesëm. Duke bërë fjalë mbi ecurinë e transformimit të mëtejmë socialistëve qeverisës të edukimit e të arsimimit, Angel Çemerski përmendi se në bazë të dokumenteve të miratuara në Kongresin e 11 të Lidhjes së Komunizmit të Jugosllavisë, të Kongresit të 7 të Lidhjes së Komunizmit të Maqedonisë, të Ligjit të Punës së Bashkuar, janë krijuar parakushte të volitshme shoqërore për realizimin e këtij procesi. Kompleksiviteti dhe mënyra afatgjate e procesit të transformimit të arsimit e të edukimit si pjesë integrale e punës së bashkuar kërkon një aktivitet më të gjerë të njerëzve punonjës në arsim, në prodhimtari materiale dhe në veprimtaritë shoqërore. Aktiviteti i gjerë i organizuar gjermëtash, krahas ekzistimit të disa vështirësive e dobësive, mundësoi ndryshime pozitive në procesin e organizimit të veçqeverisës të arsimimit dhe të integrimit të tij në tërësinë e punës së bashkuar, nëpërmjet lidhjes së interesave veçqeverisëse dhe nëpërmjet formave të këmbimit të drejtpërdrejtë të punës. Një ky aspekt i transformimit i hapi shtek procesit të demokratizimit të sistemit edukativ arsimor dhe rrit afërsinë e tij për të gjitha pjesët e njerëzve të rinj ose në moshë. Kjo mundësoi që të bëhet gjithnjë më e pranishme njohuria për nevojën e planifikimit të kuadrove dhe të arsimimit të tyre, për forcimin e orientimit punëtor klasor dhe për kapërcimin e ngadalshëm të dualizmit e të diferencave sociale në arsimin e edukimin. Në këtë mënyrë u krijuan parakushte reale për ndryshim esencial të karakterit dhe të pozitës shoqërore të arsimit e edukimit, i cili ngadalë filloi të lirohet nga kompetenca organeve shtetërore dhe të bëhet interes e nevojë e prodhuesve të bashkuar, tha midis tjerash Angel Çemerski. Edhe në realizimin e funksionit edukativ të arsimit, tha Çemerski, janë arritur disa rezultate pozitive. Janë bërë ndryshime pozitive në përmirësimin e bazës së përgjithshme të procesit edukativ arsimor në pikpamje marksiste ndaj botës dhe mbi afirmimin e vlerave humane. Mirëpo në procesin e realizimit të funksionit edukativ të arsimit të mesëm të orientuar, janë evidente edhe disa lëshime dhe dobësi, të cilat flasin për atë se jo gjithmonë dhe jo çdo kund i kushtohet vëmendje mjaftueshme funksionit edukativ të shkollës. Përveç kësaj, në disa mjedise ballafaqohemi me keq përdorime të hapta të funksionit edukativ, që posaçërisht u shprehen në dukuritë e manifestimit të nacionalizmit e të irredentizmit shqiptar në disa mjedise. Kjo në një mas të madhe e ashpërsoi përgjegjësinë për realizimin e unitetit të procesit edukativ arsimor nga aspekti i organizimit të tij, qëllimet e përmbajtjet si dhe nga aspekti i përparimit të funksionit edukativ të tij në procesin e formimit të vetëdijes socialiste e veçqeverisëse dhe të patriotizmit socialist të nxënësve, tha Angel Çemerski. Anatoli Damjanovski, sekretari republikan i shkencës, arsimit e kulturës, para pjesëmarrësve mbajti ligjëratën. Çështje aktuale në transformimin socialist veçqeverisës të arsimimit të mesëm të orientuar. Shkaku që të diskutohet kjo temë në këtë takim impozant, tha në fillim Anatoli Damjanovski, qëndron në faktin se gjendemi në periudhën kur po bëhen ose kur së shpejti do të ndërmerren disa aktivitete, të cilat janë të një rëndësie shumë të madhe, nëse jo edhe vendimtare për arsimin e mesëm të orientuar. Janë duke u bërë përgatitje që vitin e ardhmë shkollor të fillojë zbatimi i konceptit të ri unik të procesit edukativ arsimor në bazë të ligjit për edukimin dhe arsimimin e mesëm të orientuar. Momenti aktual shoqëror dhe arsimor e thekson edhe më nevojën që të bëhen përpjekje plotësuese dhe të përhershme prej secilit dhe prej çdo mjedisi, që të njihet tërësia reformës në arsimimin e mesëm, ajo të përhapet, të afirmohet dhe të bëhet vetëdije, orientim dhe përcaktimi fuqive subjektive në procesin e arsimit dhe të shoqërisë në përgjithësi, tha Damjanovski.
Përvojën që e kemi fituar në Republikën tonë me zbatimin e bazave të përbashkëta të procesit edukativ arsimor, si dhe përvoja e republikave dhe krahinave në këtë drejtim, na mëson se zbatimi i bazës unike nuk duhet kuptuar, konceptuar dhe realizuar si një vazhdim të rëndom të shkollimit të vjeçar, si zbatim të ashtuquajturës shkollë dhe vjeçare. Një pikpamje e këtillë nuk përkon as me përcaktimet ideore, as me detyrat që duhet realizuar në drejtim që mësimi mesëm i orientuar të bëhet pjesë integrale dhe të vihet në funksion të punës së bashkuar. Në kuadër të shkollës tashmë tradicionale të gazetës për çështje arsimore Prosveten Rabotnik, e cila si vjet organizua në shenjë të 30 vjetorit të daljes së saj, u bë fjalë për amatorizmin dramatik, gjithsesi mbi punën e seksioneve dramatike nëpër shkolla dhe format e organizimit të tyre. Seminari ishte një kontribut për aftësimin e punëtorëve arsimor për udhëheqje më kreative të seksioneve dramatike nëpër shkolla. Ligjëratën e mbajti Vasil Qortoshev, regjisor i teatrit dhe televizionit, i cili u përgjigj pyetjeve të pjesëmarrësve që kishin të bëjnë me punën rreth përgatitjeve të shfaqjeve teatrore dhe mi punën me nxënësit e përfshirë në këto seksione. Vitin e ardhmë parashihet që të organizohet në këto takime një seminar me udhëheqësit e seksioneve të recituesve që t'u dilet në ndihmë arsimtarëve që punojnë me këto seksione për t'u aftësuar më mirë. Në sallonin 19-19, pjesëmarrësit e takimeve të sivjeme organizojnë një takim me poetin Blaže Koneski. Pjesë nga krijimtaria poetike e këtij poeti lexoi artisti Slav Koninov, aktori i teatrit popullor maqedonas, recitimi i ngrohtë i të cilit dëgjuesit i futin në indin e butë artistik të poezisë së Blaže Koneskit, poeti i cili gjithherë ka misheruar në aktin krijues angazhimin për të prekur qenësinë e dhimbjes e të krenarisë njerëzore. Për pjesëmarrësit e ditëve të janarit të punëtorëve të arsimit organizuan edhe vizita nëpër institucione kulturore dhe nëpër organizata të punës së bashkuar, si dhe u hapën disa ekspozita. Kështu në bibliotekën Drugarçe dhe në salonet e Prosvetno Delos, Komunistit, Mislës, Makedonska Knigës, Kulturës, Nova Makedonis, Nasha Knigës dhe Veselin Maslesha u hapën ekspozitat e librave dhe të mjeteve mësimore. Në Institutin e Historisë Kombëtare u zhvillua një bisedë për rolin e arsimtarit në grumbullimin e literaturës memoareske dhe mbi punën në seksionet e historianëve nëpër shkolla, kurse në Institutin e Gjuhës Maqedonase Krstem Sirkov u zhvillua një bisedë mbi zhvillimin dhe arritjet e maqedonistikës. Në Institutin e Folklorit u bisedua mbi mbledhjen e materialit folklorik në terren dhe përfshirjen e nxënësve në këtë aktivitet. Ndërkaq në Muzeun e Artit Bashkohës u diskutua rreth tendencave moderne në artin figurativ, si dhe u analizuan bashkarisht disa vepra pikturale. Takimet e këtilla janë bërë tribune afirmimit të punës krijuese e pedagogjike të punëtorëve të arsimit. Në konceptimin e programit të tyre, kuptohet një kontribut të çmuar japin pjesëmarrësit me idetë e tyre të reja, sugjerimet, përshtypjet. Minutat që pasojnë i rezervuan për të vënë në pak mbresat, mendimet e sugjerimet e disa nga pjesëmarrësve të takimeve të sivjeme. Quhem Gordana Janeva, jam profesoresh në qendrën tekstile në Shtyp. Në këto takime vi për herë të parë, organizimi më duket se është mjaft në nivel, gjithçka është në rregull, por mbasi do të duhet që diçka më tepër arsimit të ishte temë qendrore, për shembull, ku ka diçka për të lëvdruar, veçuar, ku ka gjëra negative, ku zbatohet në një formë e re ligjërimit dhe vlerësimit të dijes së nxënësve, pra diçka të re, të cilën do të mundim ta transmetonim në mjedisin tonë. Da bi možele nije posle i kога ќе se vratиме во нашите матични училишта, кога ќе дискутираме да имаме што да кажеме. Инаку мислам дека се е во ред. Se vikam Georgieva Evgenia. Quhem Georgieva Evgenia, jam profesoresh në qendrën tekstile në Shtyp. Në këto takime vi për herë të parë. Takimet zhvillohen në 2 pjesë. Në të parën, të gjithë marrin pjesë në temat e përgjithshme, kurse në të dytën takimet organizohen nëpër seksione. Mendoj se koha e caktuar për punën nëpër seksione është mjaft e shkurtër. Unë konkretisht mora pjesë në punën e seminarit me udhëheqësit e seksioneve dramatike. Pata përshtypjen se koha ishte e shkurtër, saqë edhe ligjëruesi nuk mundi ta thotë të gjitha atë që duhej ta dëgjonim. Впечатокот е тој што времето беше многу малку и самиот предавач не можеше да каже се она што сакаше да го каже, а ние како слушатели излеговме со впечаток дека уште требаше да слушнеме на тие средби.
Takimet e janarit janë një tubim me shumë rëndësi për arsimtarët e Republikës, për arsye se këtu këmbehen mendimet e arsimtarëve për përvojën e tyre, njëkohësisht edhe miren mendime për të ardhmen, për punën dhe aktivitetin e tyre në bazë. Mendoj se ky takim është mjaft i organizuar, por kisha për thënë atë se gjithë arsimtarët që dërgohen në këto tubime, mendimet dhe përvojën e tyre nga takimet duhet ta përcjellin edhe në bazë, prej ka ata janë edhe të deleguar. Nga ana tjetër, edhe si kryetar i Këshillit të Sindikatave për Arsim e Kulturë nga Tetova, kisha për të thënë edhe atë që delegatët që dërgohen në këto takime duhet të jenë arsimtar të cilët me përvojën e tyre kanë treguar rezultate të mira në lëmën e arsimit dhe të kulturës, edhe kjo të jetë në një mënyrë stimuli për punën e tyre të gjerdanishme. Këtë e kemi parashtruar edhe në mbledhjet tona të Këshillit të Sindikatave, edhe një vendim, edhe një qëndrim i tillë në vetë komunën e Tetovës ka qenë i zbatuar. Quhem Fatime Meftari, arsimtare e gjuhës shqipe pranë shkollës fillore Vllazërimi Kumanov. Meqense jam për herë të parë në takimet e janarit, jam mëse e gëzuar se jam takuar me shumë shokë dhe shoqe të studimeve. Jam e mendimit që kësi lloj takimesh të ketë sa më shpesh gjatë vitit shkollor. Mendoj se ligjëratat të cilat mbahen në takimet e janarit janë mëse të rëndësishme për arsimtarët e shkollave, njerëz të arsimit, po mendoj. Iniciativa e Sindikatit Republikan për takimet e janarit me arsimtarët ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe, për arsye se këtu këmbehen mendimet, problemet për edukimin e brezit të ri. U si kryetari i arsimit të komunës Kumanovës të sindikatave, neve gjithmonë e kemi përshëndet këtë iniciativë, edhe mendojmë se në të ardhmen do të jetë më masovike, ku të gjithë arsimtarët e ri sidomos të vinë në konsiderim edhe të shohin problemet që i parashef shoqëria jonë vetë qeverisje socialiste. Sa i përket standardit të arsimtarëve në komunën e Kumanovës, u mund të them se jam mase i kënaqur për arsye se si mjet janë të rritura rrogat personale të arsimtarëve, edhe do të mundohemi që në të ardhmen arsimtari të gjej vendin në shoqërinë tonë vetë qeverisje socialiste. Gjithashtu mendoj se ligjërata që ka u paraqiten këtu në tubimin e janarit të arsimtarëve kanë rëndësi jashtëzakonisht të madhe për detyrat tona në të ardhmen. Quhem Mukades Shukriu, punoj në shkollën fillore Rajko Zhinzifov të Shkupit. Këto janë takimet e 10 të arsimtarëve të Maqedonisë, në të cilat kam marrë pjesë vazhdimisht. Këtu synohen rezultatet për arsimin fillor, të mesëm edhe të lartë. Gjithashtu, pjesëmarrësit njoftohen edhe me gjendjen politike të vendit tonë, edhe të botës të jashtme. Takimet kanë qenë shumë të suksesshme edhe mendoj që edhe në të ardhmen të mbahen në mënyrën të njëjtë sikurse tani. Unë jam Feri Alita, arsimtare në shkollën fillore në Ohër, edhe punoj atje si arsimtare për gjuhën maqedonisht. Në këto takimet kam marrë për herë të parë, edhe mendoj që këto takimet do të më ndihmojnë në punën time, në punën me fëmijët. Ismim Tayyip Tahir. Quhem Tayyip Tahir, jam nga komuna e Vëllandovës. Punoj në shkollën tërveçare në Moshat Pjade në fshatin Dedeli. Në këtë takim të punëtorëve të arsimit vi për herë të parë dhe ndahe me përshtypje të mira. Programi ishte i mirë. Fituam njohuri të reja, kurse një herësh u takuam me shokët, u njohëm me të tjerë, këmbyem mendime. Takimet e këtilla do të organizohen për herë, por të futen në to edhe risi të tjera.